Si edhe njerë? Kanë fillu dhe tentativat për të ndërprerë. Sigurisht që kanë filluar tentativat, po e thash që ditën e parë, mos u bëni kështu sikur ju vjen keq për mua, se do vi dita që do më keni një natë. Asi nuk është më i privilegjuar të tjetër këtu, as prej moshës, normal. As prej një mangësie të tillë, as prej faktit që je femër. Fare, kjo është lojë. Unë po ndjem. Pa masë secili ka limitet e veta dhe duhet respektu. Unë po ndjem të merr keq tash për atë punën e birës që parë. Po përsa kohë në kam frigoriferin aty me lloj gjërash, u zgjedh të marr të pi çfarë të dua nga ato. Edhe Mali ka pirë bira her pas here për shembull e kam parë. E merr vetë ai në got, pa patur nevojë ta shoqëroj njëri. E kupton, vetë e kap atje krap e hap, të njëjtin që bëra edhe unë sot. Pse ja tham këtij? Po edhe Stenja ka pirë bira, edhe Armiri ka pirë bira. Kush tha aty? Miri më përmendi i pari dhe tani kur vajta atje, sa u shtriva në krevat, ma jep edhe Iliria me nëna. Qerë dhe të fleshme, se s'del të pish bira në përfshat, si që bërë një tatë. Ti sot Mirit i erdhe me një bisedë ironike? Pra ishte, edhe pse, do me thënë, iniciativa jote ishte, si që the që ndi ndarë, për ta mbrojtë. Po i erdhe me... Po ja thash Mirit, nuk ja u thash juve. Po, Mirit. Mirit, po ndodhe që ti një të rotu tani se që të bësh. Okej, ma të Dhe me Ilirin, që se Iliri të vijet her pas here për një gjë, dihet që ndikon edhe pak situatë që... Pra, janë dy njerëz që ti ke një gricit vogël. Kështu që nuk më çudit. është goditja në brez. Për mua është goditja në brez. Prandaj thash që secili ka limite. Dhe ti e di. Jo, aso nuk çuditem, po puna është ti kur më vendos mua limite, mos prit të mos të vendoson. Kur ti më vendos limite mua, pse ish ka limitet me mua? Edhe është më tepër që prek një temë që është delikate. Është një temë ajo është prishja e imazhit. Edhe ty në brez. Dhe kam edhe, domethënë, ajo tjetra më ka bullizuar 3 ditën sot edhe unë s'ja kam kthyer. Edhe ja thash kur po bënim baklavani, thash, komentet tande Lali, thashun, komentet tande, i thash i kam lexuar që ditën e parë që kam dalë në televizor, jo me këtu që jam në një emision që shikon çdo shqiptar. Ato kome, jo po i dobët, jo po bodybuilding, jo po ato unë një marbullizëm, me thënë të drejtën. So unë s'po i them këti, asa të madhe ke i shoksin, asa të gjatë ke i shafën, apo të them të